Një ngjarje e rëndë është regjistruar paraditën e së hënës në Puk, ku një person është gjetur i shtrirë pranë antenave në fshatin Krab. Ngjarja është regjistruar rreth orës 9:20, ku në sallën operative të komisariatit të policisë së Pukës ka telefonuar një shtetas i cili ka njoftuar për praninë e një personi të shtrirë për tokë në zonën e antenave. Menjëherë pas njoftimit, shërbimet policore në bashkëpunim me emergjencat civile dhe ekipet shëndetësore janë nisur drejt vendit të ngjarjes, konkretisht në zonën e Midës. Nga verifikimet paraprake është konstatuar se personi i gjetur ishte 50 vjeçari Lumturi Kamberi, punonjës i një kompanie celulare. Dyshohet se ai kishte shkuar në këtë zonë për të riparuar një defekt në një prej antenave. Për shkak të gjendjes shëndetësore, 50 vjeçari është transportuar me helikopter drejt Spitalit të Traumës në Tiranë, ku po merr ndihmë mjekësore. Grupi hetimor në drejtimin e prokurorisë vjen punën për sqarimin e plotë të rrethanave të këtij rasti. Nuk dihet nëse 50 vjeçari ka pësuar komplikacione shëndetësore apo ka rënë nga lartësia. Kjo do të mbetet për të verifikuar në përmbylljet e hetimeve.